Presidenti Amerikan Donald Trump ka vendosur të vërë në test liderët e rajonit, të cilët janë vënë të gjithë në rresht, kush e kush ta ketë mirë me të. Sipas mediave ndërkombëtare, SBA po planifikon të sjellë në rajon emigrantët që do të dobojë pasi shumë shtete nuk pranojnë riadhësimin e tyre. Mediat e huaja kanë përmendur Serbinë si shtetin kryesor, por nuk përjashtohen as Kosova dhe Shqipëria, sidomos vendi ynë që ka tashmë një precedent me Italinë. Deri më tani nuk ka asnjë qendrim nga qeveria shqiptare nëse ka kontakte me amerikanët. Edhe Departamenti Amerikan i Shtetit nuk ka dhënë shumë detaje. Një ditë më para ta folën, por pa përmendur emra shtetesh. Por në kulmin e këtyre debateve po qarkullojnë zëra se kryeministri Edi Rama javën e ardhshme do të nisë drejt SBA-ve, edhe pse zyrtarisht nuk kemi mundur ta verifikojmë i pari që sinjalizoi ishte kandidati për deputet i PD-s Lisandër Hoxha. Ai ishte i ftuar në një emision ku deklaroi: Rama javën që vjen ka plan të udhëtojë drejt SBA-ve, por i sugjeroi që të mos e bëj. I dyti është gazetari Robert Papa, i cili jeton në SBA. Në emisionin e tij, Papa deklaroi se vizita e Ramës do të bëhet më 12 qershor. Sipas tij, vizita e tij përkon me paradën ushtarake në SBA, teksa shton se nuk planifikohen takime me zyrtar vendas. Po të shohësh agjendën e presidentit Trump atë fundjavë, është në paradën e 250 vjetorit të ushtrisë amerikane, një paradë që do të kushtojë rreth 40 milion ose 60 milion dollar. Do të dalin edhe tanke në rrugët e Washingtonit, por 250 vjetori i ushtrisë përkon me datëlindjen e Trump, 14 qershor, e cila është edhe dita e flamurit. Trump është 79 vjeç. Do të jetë Rama spektator në këtë paradë, ku gjithkush mund të marrë bileta falas, mund të afrojë kushnerit e tribuna e paradës. Këto janë të gjitha enigma, sepse mungesa e ftesës tregon që vizita nuk është zyrtare. Vizita është private. Shumë mirë mund të takohet me kushnerin që ka pazaret e vjetra, por a do të dështonte vizita e tij ashtu siç dështoi ajo e Vučićit, shprehet ai? Por edhe pse nuk ka asgjë zyrtare, vizita vjen në një kohë kur Trump po negocion ardhjen e emigrantëve. Mos vallë Rama po shkon atje të shfrytëzoj rastin të bëjë për vete presidentin amerikan. Deklaratat e pak ditëve më parë nga ambasada amerikane ishin shumë të forta. Ambasada nuk e uroi për zgjedhjet, teksa pati edhe mesazhet koduara. Rama siç duket e mori mesazhin dhe nuk është çuditi thot po Trumpit që ta mbaj mirë me të. Nga ana tjetër, opozita dihet që nuk ka gojë të kundërshtojë pasi Berisha e mban veten si fanatik të Trumpit. Duhet të presim dhe të shohim.